Mirësit e Allahu Gjeleshanuhu ndaj njeriut nuk kanë fund. Allahu Gjeleshanuhu çdo gjë e krijoi në të mirën e njeriut. I dha fuqinë e trupit, mundësinë për të ecur, syt për të shikuar, por edhe nevojën e tyre për të pushuar. Kjo mirësi është gjumi, të cilën e bëri Zoti nevojë për krijesat e tija, që të çlodh trupin pas aktiviteteve ditore. Po ashtu, nga urtësitë e gjumit, është që njeriu të meditoj se në trupin e tij ndodhin gjëra pa vetdijen e njeriut, se si trupi është në funksion gjatë gjumit. Edhe pse njeriu fle, po ashtu të meditojmë se siç njeriu shtrihet në shtrat që të flej, kështu do të shtrihet në shtratin e vdekjes, pa qenë në mundësi për ta ndaluar. Është Allahu Gjeleshanuhu ai i cili kujdeset për ne, sepse ne gjersa flejmë, nuk jemi në gjendje të kujdesemi për frymëmarrjen, për lëvizjen e trupit e tjera. Kurse me ndihmën e Allahut, edhe në gjumë, këto organe janë funksionale. Nuk ka dyshim se gjumi është njëri nga argumentet më bindëse që dëshmon ekzistimin e Zotit. Për këtë, Allahu i Madhrishëm në Kur'anin Fisnik, në surën Rum, ajeti 23 thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bil-lejli wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Nga argumentet e tij është edhe gjumi juaj natën e ditën, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e tij. Në këtë ka argumente për popullin që dëgjon. Ibn Kathiri në koment të këtij ajeti thot: një prej argumenteve të Zotit është edhe krijimi i cilësisë së gjumit gjatë natës dhe ditës, me të cilën arrihen pushimi, qetësia dhe çlodhja. Dihet se gjumi është një nevojë e domosdoshme për të gjitha qenjet e gjalla. Nëse ndonjë njeri a krijes tjetër privohet apo pengohet dhe nuk e lejojnë të flejë, ai nuk do të mund të përballojë dot ritmin e pandalshëm të jetës. Prandaj, edhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an tregoi se gjumin e bëri pushim për njeriu, ku në surën Naba, në ajetin e 9, thot Allahu Gjeleshanuhu: "Wa ja'alna nawmakum subata", dhe gjumin tuaj u bëm për pushim. Njeriu gjatë periudhës së gjumit del shpirtërisht nga bota materiale dhe kalon në botë shpirtërore, ku shkenca nuk ka qasje për të shpjeguar se si ndodh kjo. Njeriu i fjetur sheh prej shenjave të fshehtës dhe nocioneve të tij çka nuk mund të arrijë këtë i zgjuari. Gjithashtu, mundsohet ajo që del përtej mundësive të shqisave materiale dhe fuqive trupore fiziologjike të njohura. Allahu i Madhrishëm, si gjest mëshire për robrit e tij, deshi t'u tregojë njerëzve se kur ata flen, ai i transformon në një botë tjetër në të cilën ne ja dorëzojmë atij shpirtin ton. Kurse pas zgjimit nga gjumi, i Madhi Zot na kthen përsëri shpirtin në jetë, kurse atyre që dëshiron u andal e nuk u kthen. Që të gjitha këto dëshmojnë në ekzistimin e botëve tjera dhe horizonteve të fshehta, të cilat nuk i din askush pos Allahu të lartësuar. Allahu Gjeleshanuhu gjumin e krahasoi me vdekjen, ku edhe në Kur'an tregon se shpirti i njeriut del gjatë gjumit, por jo siç del shpirti i njeriut kur vdes, sepse këtij në gjumë Allahu ja rikthen shpirtin para se zgjohet, kurse atij që nuk ja kthen vdes. Këtë e shohim në ajetin 42 të surës Zumar, ku Allahu Gjeleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu i merr shpirtrat kur është momenti i vdekjes së tyre, edhe ata që është në gjumë e nuk ka vdekur. E ati që i është caktuar vdekja e mban, e atë tjetrin e lëshon të kthehet deri në një afat të caktuar. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. Po ashtu, në surën An'am, ajeti 60, thot Allahu Gjeleshanuhu: Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lejli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari
thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Ai është që ju merr shpirtin natën dhe e di çka veprua ditën, pastaj ju ngjall në të deri në afatin e caktuar. Pastaj do të ktheheni e do t'ju njoftoj me atë që keni pas vepruar. Nga ky ajet kuranor kuptojmë se Allahu i gjithfuqishëm i merr shpirtrat ta në gjumë. Andaj nuk është e mundur të dim gjithçka për gjumin, sepse shpirti racional transferohet nga trupi ynë në sferat e larta. Kur njeriu e zë gjumi, atëherë ai transferohet nga një liq në tjetrin, nga një dimension në tjetrin dimension. Derisa është në gjendje të zgjuar, njeriu i nënshtrohet ligjeve të caktuara. Ai sheh gjërat të materializuara dhe vazhdon jetën duke logjikuar me mendjen e tij mbi gjërat. Mirëpo, gjatë gjumit ne jemi në një botë tjetër, e cila nuk i nënshtrohet mendjes, logjikës apo rregullave të kësaj bote materiale dhe shkencore. Pra, në këto dy ajete ceket vdekja e madhe dhe vdekja e vogël, ku me vdekje e madhe nënkuptohet vdekja e vërtet reale, kurse vdekja e vogël është gjumi. Kështu, gjumi përngjan vdekjes nga disa anë, sepse ai është argument për të dhe shenjë e tij. Nga këtu, ne duhet ta përkujtojmë e meditojmë mirë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe edukatën e tij dhënë neve kur të zgjohemi nga gjumi të bëjmë këtë dua: Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falëndrimi i takon Allahut, i cili na ngjalli pasi ne ishim të vdekur, e tek ai është kthimi. Ky hadith shënohet nga Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra, gjumi konsiderohet si gjysmë vdekje, pasi shpirti i njeriut në gjendje gjumi nuk është në trupin e njeriut. Pasi në ajet thuhet se Allahu u merr shpirtrat, ku atij që i ka ardhur vdekja i amban shpirtin e tij, kurse personi që ende nuk i ka ardhur momenti i vdekjes i kthen shpirtin. Këtë e përforcon edhe thënia e Omerit radiallahu anhu, i cili thot: a dëshironi t'ju tregoj për ëndrimin e njeriut kur është duke fjetur? Në atë kohë shpirti i njeriut ngritet ka qejt dhe tër atë që e sheh, para se shpirti të arrit deri te qielli. Ajo është ëndra ju e sakt. Ndërsa ajo çka sheh me rastin e arritjes së shpirtit në qiell është ëndër e sakt. Gjatë gjumit, të gjithë njerëzit ëndrojnë, jo me dëshirën e tyre, por ajo ndodh pa vullneti njerëzor. Ky fenomen, pra ëndrimi, si proces, nuk ndodh vetëm te të rriturit, por te të gjithë njerëzit pa përjashtim, si te të rriturit, të vegjilit, burr apo grua, plak apo fëmijë, besimtar ose ateist, çdo njeri gjatë gjumit ëndron. Pra, për të sqaruar këtë çështje dhe për ta kuptuar sa më qartë, ne në këtë temë do të sjellim disa tekste nga Kur'ani dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me fenomenin e ëndrimit, si dhe disa pikpamje shkencore mbi ëndrën. Për ëndrën kanë dhënë komente si feja si shkenca. Në lëmin e psikologjisë dhe psikofiziologjisë, ëndrat konsiderohen se janë si rezultat i proceseve fiziologjike të lidhura në rend të parë me funksionimin e pandërprerë të sistemit nervor. Kurse, sipas pikpamjes së fesë islame, ëndrat janë me karakter të lloj-llojshëm, ku mund të jetë ëndër si inspirim prej Allahut, prej shejtanit dhe prej vetvetes. Në vim, do të sjellim tekste nga burimet islame për të shtjelluar këtë temë më qartë. Ëndrat dallojnë edhe nga vetë personaliteti i njeriu. Shembull konkret i kemi të dërguarit e Allahut, të cilët kanë parë ëndra të vërteta, e në ëndrat e tyre nuk ka mundur të ndërhyjë shejtani. Në Kur'an, Allahu xhaleshanhu na kujton Ibrahimin a.s., i cili pa në ëndër se duhet ta bëj kurban djalin e vet, Ismailin a.s. Kjo ngjarje shënohet në surën Safat nga ajeti 100 deri në ajetin 105. Kurani gjithashtu na tregon edhe për ëndrën e Jusufit a.s., i cili pa në ëndër se si 11 yje, dielli dhe hëna i ranë në sejdë atij. Kjo gjendet në ajetin e 4 të surës Jusuf. Në këtë ngjarje, shihet se babai Jusufit a.s., Jakubi a.s., e kuptoi porosinë e ëndrës,
se Jusufi a.s. do t'jet i dalluar prej të gjithve, ku e urdhroi që mos t'u tregoj vëllezërve për ëndrrën e tij, që mos t'i bëjnë ndonjë kurth nga xhelozia e tyre për përparësinë e tij ndaj të tjerëve. Në këtë ngjarje, shohim se edhe Jakubi a.s. ka qenë komentues i ëndrave. Po ashtu, në të njëjtën sure, në ajetin 36 deri në 41, e shohim se edhe Jusufi a.s. u komentoi ëndrrën dy shokëve të burgut. Ndërsa në ajetin 43 deri në ajetin 49 të surës Jusuf, shohim se si Jusufi a.s. ja komenton ëndrrën mbretit të Egjiptit, pasi në këtë nuk kishin sukses magjistarët e mbretit. Edhe i dërguari i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kishte praktik të komentoj ëndrat, ku ai vet pasi falte namazin e sabahut, kthehej me fytyrë ka shokët e tij, i pyeste se vallë a ka parë dikush ndonjë ëndër të mirë. Këtë e përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e përfundonte namazin e sabahut thoshte: "A ka pa ndonjëri prej jush sonte ëndër?" Dhe tha: "Nuk do të ngel pas meje prej pejgamberisë përveç ëndrave të vërteta." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6990 dhe të tjerët. Po ashtu, disa ngjarje të çuditshme me ndodhit e njerëzve në jetën e varit apo jetës së berzahut i dërguari Allahut i pa në ëndër. Po ashtu ai vet ka parë ëndra e pastaj atë u ka komentuar shokëve të tij. Raste të tilla ka shumë, ne do të përmendim vetëm 2 sa për të kuptuar më mirë këtë që tham. Transmeton Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Derisa po flija, pash në ëndër të më sillet një enë apo një gotë plot me qumsht. Piva aq shumë sa ndjeva qumshtin të më kullojnë nga thonjt. Pastaj pjesën e mbetur ja dhash Omer ibn al-Khattabit. E pyetëm: si e shpjegon këtë ëndër ja Rasulullah? Ai tha: qumshti në këtë ëndër simbolizon diturinë." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 82 dhe Imam Muslimi me numër 2391 dhe të tjerët. Pra, qumshtin e shpjegoi në komentim me diturinë. Pastaj transmeton Ebu Said el-Khudriu radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Derisa po fleja, pash në ëndër sikur para meje u paraqiten disa njerëz me këmisha, disave u arrinte këmisha deri te gjoksi, e disave edhe më të shkurtra. Mu paraqit edhe Omer ibn al-Khattabi, i veshur me këmishë të cilën e tërhiqte zvar. E pyetëm: si e shpjegon këtë o i dërguari Allahut? Tha: ajo këmisha simbolizon fen." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 23, Imam Muslimi me numër 2390 dhe të tjerë. Vetë shpallja ka filluar përmes ëndrave të vërteta. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam fillimin e shpalljes e kishte me ëndra të vërteta, ku Aisha radhiyallahu anha tregon se para me çka i filloi shpallja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin ëndrat e vërteta në gjumë, e nuk ndodhte që të sheh ëndër e ajo mos i realizohej në mëngjes. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6982 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 160. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa në ëndër çlirimin dhe hyrjen në Mekë, e cila ju realizua pas një viti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu anha: "Më je shfaqur 2 herë në ëndër. Të pash të pikturuar në një copë më ndafshi dhe një zë më foli. Kjo është gruaja jote. Kur e hapa, kur e zbulova pikturën, të pash ty aty. Thash nëse kjo ëndër është nga Allahu, ai do ta përmbush atë." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 3895 dhe të tjerët. Ëndra është pjesë përbërëse e njeriut. Andaj si e tillë, ishte edhe pjesë e të gjithë pejgamberëve, të cilët kumtuan fen tek njerëzit. I tillë ishte edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku në transmetimin e Aishës radhiyallahu anha, ajo tregoi se para se t'i vinte shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shihte ëndra të cilat i realizoheshin me ardhjen e mëngjesit.
Në historinë islame, dihet se këto ëndra para shpalljes zgjatën 6 muaj. Këto 6 muaj, në krahasim me 23 vitet, sa edhe zgjati shpallja e Kur'anit, janë barabarta me 1/46 pjesë. Do të thotë, në këtë mënyrë duhet të kuptohet se ëndrat që shihte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në krahasim me shpalljen ishin sa 1/46. Prandaj edhe transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: ëndra e mirë nga njeriu i sinqert është 1 pjesë nga 46 pjesët e pejgamberisë. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6983 dhe të tjerët. Po ashtu transmeton Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ëndra e besimtarit është 1 pjesë nga 46 pjesët e pejgamberisë. Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6987, Imam Muslimi me numër 2264 dhe të tjerët. Gjithashtu theksohet në hadithe se ëndrat e vërteta janë përgëzim për besimtarët në këtë botë. Allahu xhaleshanuhu thot në surën Yunus, ajeti 64, Bismillahirrahmanirrahim: Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Atyre u jepen myshde në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. Shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam thanë: e dim se çka janë përgëzimet e botës tjetër. Ajo është xheneti. Po çka është myshdja e kësaj bote? Pejgamberi alayhis salam tha: ëndrat e mira. Ky hadith pra shënohet nga Imam Tirmidhiu në Sunan me numër 2282 dhe të tjerët. Dihet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte vula e pejgamberisë, pas të cilit më nuk do të ketë të dërguar tjetër. Me vdekjen e tij mbyllën edhe dyert e pejgamberisë, por inspirimi besimtarëve do t'ju vjen jo përmes shpalljes, por do të jenë për ta inspirim ëndrat. Këtu nuk duhet të keq kuptohet se ëndra është njëjtë sikur shpallja. Këtë më mirë e kuptojmë përmes fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: nuk do të ngel pas meje pejgamberisë përpos mubashirat, përgëzuesve. Shokët e tij e pyetën: o i dërguari i Allahut, po çka janë këto mubashirat, çka janë këto përgëzime? Ai tha: ëndrat e vërteta. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6990 dhe të tjerët. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtetë, kur do të ndërpritet shpallja dhe pejgamberia, nuk do të ketë të dërguar as lajmërues pas meje. Kjo fjalë disi ju erdhi rënd njerëzve. Kur e vërejti këtë i dërguari i Allahut, pastaj tha: por do të jenë paralajmërimet. E pyetën shokët e tij: e çka janë këto paralajmërime, përgëzime? Ai tha: ëndrat e besimtarit. Ato janë pjesë nga pjesët e pejgamberisë. Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu në Sunan me numër 2279. Transmeton Ummi Kurzin el-Ka'biyati radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të shkojë pejgamberia e do të ngelin paralajmërimet, pra ëndrat. Këtë hadith e shënon Ibn Majah me numër 3896 dhe të tjerët. Pra, sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ëndrat janë përgëzues i besimtarit. Ku edhe shohim nga vetë praktika të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam se sa u jep të rëndësi ëndrave të shokëve të tij, ku dihet se disa sahab pa në ëndër se kur është nata e Kadrit, e i dërguari sallallahu alaihi wasallam u amiratoi, ose teksti e ezanit, i cili po ashtu u pa në ëndër, e i dërguari Allahut e miratoi këtë gjë. Ai pasi e falte namazin e sabahut, kthehej me fytyrë ka ato dhe i pyeste: a ka parë dikush prej jush ndonjë ëndër? Pasi është vërtetuar edhe me hadith se ëndrat që i shohim para sabahut janë ëndra të vërteta, kurse ato që i shohim pas faljes së sabahut, ata janë thjesht ëndra që i formulon vetë truri i njeriut. Për këtë kemi hadithin të cilin e transmeton Ebu Said el-Khudriu radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ëndrat më të vërteta janë ato para agimit, pra para mëngjesit.
Këtë hadith e shënon Tirmidhiu me numër 2281 dhe të tjerët. Prandaj edhe i pyeste pas këtij namazi, pasi edhe në këtë kohë njeriu e mban më shumë mend se çka ka pa në ëndër, si dhe deri në atë kohë mund të shohim ndonjë ëndër e cila është e vërtetë. Nga mësimet e të dërguarit ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë po ashtu se ëndra është 3 lloje. Në vim do të cekim hadithet për këtë temë. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ëndra është 3 llojesh. Ëndrat e vërteta që janë prej Allahut, ëndra me të cilat njeriu është i prekupuar gjatë punës së ditës, dhe ëndra që janë nga shqetësimet e shejtanit. E kush sheh ndonjë ëndër që nuk i pëlqen, le të çohet dhe le të falet. Po ashtu thot: mos i atrego ëndrën tënde vetëm se njeriu të ditur ose ndonjë këshilluesit të sinqert. Ky hadith shënohet nga Imam Buhariu me numër 7017 dhe Imam Muslimin në Sahih me numër 1773. Pra, ëndër e cila vjen prej Allahut, e cila ka ndonjë kuptim të mirë, ëndra të cilat i shohim si shkak i angazhimit ton gjatë ditës, e kur flejmë do dhitë e ditës i shohim edhe në gjumë. Këto janë thjesht prej angazhimit dhe lodhjes së trurit. Si dhe kemi ëndrat nga djalli i mallkuar, i cili nëpërmes ëndrave don që të mbjellë diçka tek njeriu, si frikën, hutimin, trishtimin, devimin e tjera. Si dhe nga ky hadith kuptojmë që të mos i tregojmë ëndrën tonë askujt përpos nëse kërkojmë koment për ëndrën tonë, edhe atëherë duhet të kërkojmë ndonjë njeri të ditur dhe të besueshëm. Do të cekim edhe disa hadithe të cilat ndërlidhen me tekstin që e cekëm më lart, ku në një hadith të cilin e transmeton Abu Qatada radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ëndra e vërtetë është prej Allahut, kurse ëndrat e paqarta janë prej shejtanit. Kur të sheh ndonjëri prej jush ëndra të cilat nuk i pëlqejnë, le të kërkojë mbrojtje prej saj, le thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe le të poshtyn lehtë në anën e tij të majt. Me një hadith tjetër thuhet le të poshtyn 3 herë, sepse ajo nuk do ta dëmtojë. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij me numër 6986 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 2261. Pastaj transmeton Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur ndonjëri prej jush sheh një ëndër e cila i pëlqen, ajo është prej Allahut. Pra, le ta falenderoj Allahun për atë dhe mund që ta tregoj këtë ëndër të tjerëve. E nëse sheh diçka tjetër të cilën e urren dhe nuk e pëlqen, ajo është prej shejtanit. Le të kërkoj mbrojtje duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim nga dëmi i saj dhe mos ia përmend atë askujt, sa ajo nuk do ta dëmtojë. Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6985 dhe Imam Muslimi me numër 2261. Po ashtu, transmeton Abu Qatada radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ëndra e vërtetë është prej Allahut, ndërsa ëndrat e paqarta janë prej shejtanit. Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6984. Në transmetimin e Xhabir bin Abdillahit radhiyallahu anhu, i cili ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: nëse ndonjëri prej jush sheh ëndër e cila nuk i pëlqen, le të poshtyj në anën e tij 3 herë, le të kërkoj strehim prej Allahut, pra duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, po ashtu 3 herë dhe le të kthehet në anën tjetër. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi me numër 2262. Pra, për ata të cilët kanë shqetësime natën nga ëndrat e këqija, i këshillojmë që të veprojnë në bazë të këtyre haditheve. E para, që nëse sheh ëndër të keqe, të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, le të poshtyj lehtë 3 herë në anën e krahut të majt dhe le të kthehet të flej në anën e kundërt në të cilën ishte më parë, si dhe mos i atregoj askujt atë ëndër. E nëse edhe pas kësaj i vazhdojnë ëndrat e këqija, atëherë në moment kur të sheh ëndër të keqe, të ngrihet të marr abdes dhe t'i fal 2 rekate namaz nafile. Me këtë, inshallah, do t'i ndërpriten këto ëndra shqetësuese.
sepse shejtani mundohet në çdo gjendje ta shqetësoj njeriu, qoftë ajo në gjendje të zgjuar apo në gjumë. E këtë e kryen me sukses edhe gjatë fazës së ëndrimit nga njeriu i cili flen. Transmeton Xhabiri radiallahu anhu se një njeri erdhi te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari Allahut, kam pa në ëndër sikur më pritet koka." Qeshi i dërguari Allahut dhe i tha: "Kur të luaj shejtani me ndonjërin prej jush në gjumë, mos ua tregoj atë të tjerëve." Këtë hadith është nën Imam Muslimi me numër 2268. Si dhe në transmetimin tjetër nga Xhabir radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Mos i trego askujt se si luajti shejtani me ty në gjumë." Edhe këtë hadith është nën Imam Muslimi me të njëjtën numër. Më lart, vetëm se në përmbajtje të haditheve ceket se ndalohet të rrofehen ëndrat e këqija. Po tash do të cekim një hadith i cili ndërlidhet drejt për drejt me këtë çështje. Transmetohet nga Rezin al-Uqaili radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndra është në dorën e njeriut, derisa nuk e ka treguar. E nëse e tregon atë, i bjerë, pra i realizohet. Dhe mos ja trego atë askujt përpos dika që e do apo ndonjë të dituri." Këtë hadith është nën Imam Tirmidhiu në Sunan me numër 2285 dhe të tjerët. Në këtë hadith ceket me ilustrim se ëndra është në dorën e njeriut. Por nëse personi e tregon atë ëndër dikujt, më nuk e ka në dorë çështjen, atëherë mundet që ëndra të realizohet dhe njeriu të dëmtohet. Prandaj, edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse e tregoja atë ndonjë të afërmit të cilin e don, apo ndonjë të diturit të cilit i beson, që ta komentoj, për ndryshe ndalohet që të tregohet ëndra. Është e mundshme që të shihet në ëndër i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam apo ndonjë i dërguar tjetër. Këto janë prej ëndrave të vërteta. Një gjë e tillë është e mundshme, pasi këtë e ka vërtetuar vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tij, si dhe vetë përditshmëria e besimtarëve musliman në mbar rruzllën toksor, si në të kaluarën ashtu edhe sot, vërtetojnë dhe dëshmojnë se kanë parë në ëndër të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por një gjë e tillë vjen si dhuratë prej Allahut, apo si këshill, por mundet edhe si vërejtje. Por kjo nuk ndodh kur njerëzit duan vetë, por kur të dëshiroj Allahu azza wa jall. Edhe në disa transmetime vërtetohet se në kohën e fundit do të shtohet dëshira e njerëzve për të parë në ëndër të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush më sheh mua në ëndër, ai më ka parë me të vërtetë, pasi shejtani nuk mund paraqitet në pamjen time." Këtë hadith është nën Imam Buhariu me numër 6993 dhe Imam Muslimi me numër 2266. Po ashtu, transmeton Abu Qatada radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush më sheh mua në ëndër, ai më ka pa me të vërtetë." Edhe këtë hadith është nën Imam Buhariu me numër 6996 dhe Imam Muslimi me numër 2267. Pra, shejtani nuk ka mundësi që në ëndër të merr pamjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kurse pamjen e njerëzve tjerë mundet që ta merr. E kush e sheh të dërguarin e Allahut në ëndër, ai e ka pa atë me të vërtetë. Dhe të përkujtojmë se është ndaluar që të gënjehet për ndonjë ëndër, që ta thotë njeriu se ka parë një ëndër e në fakt nuk e ka parë. Bëhet fjalë në ndalimin e gënjeshtrës gjatë tregimit të ëndrës. Për shembull, një person të thotë se e kam parë këtë ëndër, por në realitet nuk e ka parë. Apo gjatë tregimit të ëndrës shton gjëra të cilat nuk i ka parë në ëndër. Për këtë çështje, hadithi në vim ka ardhur në formë kërcënuese, pasi Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar gënjeshtrën në çdo rast, ashtu e ka ndaluar edhe në rrëfimin e ëndrës. Transmeton Ibn Abasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush gënjen për ëndrën e tij, si dënim në ditën e gjykimit, i jepen dy qime që ti lidh në mes tyre, por këtë nuk mund ta bëj dot." Këtë hadith është nën Imam Buhariu me numër 7042. Pra, personi i cili gënjen mbi ëndrën e tij, në ditën e gjykimit i jepen dy qime, e ki duhet që ti lidh ato në mes vete,
por kjo do t'jetë me të vërtet një punë e rëndë që ta realizojnë në atë çast. Për fund, ju ngeleni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.